fillimisht e kemi cekë edhe ma herët, që kemi bo një peticion me rreth 200 nënshkrimet të prindërve të shkollës Asim Vokshi, që kemi shpreh pakënaqësinë tonë për transferin që është bërë fëmijëve tonë për shkollës Asim Vokshi në shkollën Zenel Ajdini, me premtimin që komo mbajt mësimi tërditor, për shkak të pamundësisë ata që e dinë buxhetit të rrethanave tjera, nuk janë plotësu kushtet për mësim tërditor, edhe mësimi tërditor nuk ka fillu. Na si shqetësim kryesore kemi shpreh pasigurinë e fëmijëve tonë, megjithse sipas decentralizimit shkollave o dasht neve me na lajmëru, edhe mu konsultu me neve për me marrë një vendim përbashkët. Kjo gjë nuk ka ndodhur, nuk na ka konsultu askush, edhe se kanë marrë vendimin tonë. Na jemi dalë me kërku kthimin e fëmijëve tonë në shkollën Asim Vokshi për arsye të sigurisë, që nuk ka siguri. Fëmijët tonë ka përcjellë në rrugën kryesore atje pothuajse magjistrale, që është shumë e frekuentuar, edhe kjo pjesa kënej ka të vinë është rruga shumë e ngarkuar, shumë e frekuentuar, nuk është rrugë e thjeshtë e lagjës një rrugicë, po është rrugë që kalojnë autobusat, shumë automjete të mëdha që për fëmijët prej moshës 5 vjeçare që fillojnë parashkollor deri në moshën diku rreth 12 vjeçare është rrugë shumë e rrezikshme. Edhe ne kemi dalë me një kërkesë që nuk jemi kundër proceseve që ndodhen nëpër shkolla, nëse nëpër krejt shkollat ka ndodhur mësimi tërditor, le të bëhet edhe për ne, po le të bëhet në shkollën tonë për shkaqe të sigurisë. A keni pas takim me drejtorinë e arsimit? Po, kemi pas takim. Kanë mëndu ata, kanë shpreh atë vullnetin që të bëhet sinjalizimi i rrugëve, po ne nuk mendojmë që ajo është zgjidhje, sinjalizimi, ose përcjellja e fëmijëve për me kalu rrugën kryesore. Ne mendojmë që fëmijët tonë më konë sigurt, afër, ajo pjesa anal që është kodrës trimave, shkolla o dediku për atë pjesën atje, shkolla joni plotson kushtet, Asim Vokshi, ka pas numër të vogël të nxënësave, pak paralele, para mendoni tash në klasë dhe mund të jenë 2 paralele. Klasa 5 ka qenë 2 paralele me nga 20 nxënës. Klasë të treta 3 paralele, 17-18 nxënës. Pse ajo shkollë si ka plotsu kushtet me najt atë? Pse më ardhë nga këto, kur asnjë kush nuk ka plotësuar në asnjë mënyrë. Nëse nuk merrni përgjigje, çfarë keni me vepru? Ne nëse nuk marrim përgjigje, besojmë që do të shkojmë në mënyrë ligjore, të kërkojmë spari për sigurinë e fëmijëve tonë që kemi të drejtë, edhe kjo çështje është e përfshirë edhe me decentralizimin e shkollave, që na kemi drejtë si prind më kërku për mirëqenien e fëmijëve tonë, për sigurinë e fëmijëve tonë dhe do të vazhdojmë me instanca më të larta. Shqetësimi jonë kryesor është distanca e madhe edhe siguria. Pasi që rruga cilën e përshkruajnë fëmijët është e ndamen përmes magjistrales Prishtinë-Podojeve, cila është rruga ose magjistralja më e ngarkuar në Prishtinë. Kështu që është shqetësim shumë i madh për neve. Nëse nuk bëhet zgjedhje me i kthy fëmijët tonë në Asim Vokshi, atëherë kemi me pas probleme, pasi që edhe para disa ditësh është bërë një aksident, është aksidentuar një fëmijë shkel prej kerrit dhe në të ardhmen e kemi problem dhe kemi shqetësim shumë të madh. Po na komplet shkolla Asim Vokshi është, do të thotë është bardh këtu. Dikon rreth 270 nxënës janë. Është shqetësim shumë i madh. Distanca prej rrugës Varreza o qytetit atje, po duhet me ardhur këtu me kry procesin e mësimit. Por ata dhe është ndërtuar shkolla Asim Vokshi. Masi që është ndërtuar Zenel Ajdini për m'ia lehtësu, jo për m'ia vështirësu. Andaj kërkojmë që me na kthye urgjentisht drejtoria DK-ja në shkollën tonë Asim Vokshi. Po, për çatë arsye është bë decentralizimi që me zhvillu procesin e tërditor, mirë po kjo veç e ka vështirësu. Edhe pse s'ka fillu hala, ende s'ka fillu po është vështirësu shumë. A keni bisedu me dikon të komunës kompetishme drejtorinë e arsimit? Po, kemi bisedu, kemi qu kërkesë, jemi taku, mirë po nuk kemi marrë përgjigje adekuate që na përshtatet neve. Na ka ndrodhur dhe neve jeta komplet. E ka mamin pensionera, ajo shumë e vjetër për me marrë fëmijën, nuk e di a na rrinde këto, do të mi kalu disa rrugën kryesore, disa rrugë do me thonë deri për marrë deri këto, shumë problem. Është shqetësim jashtëzakonisht i madh për neve, si familje. Kështu që atje ka qenë shumë afër, nuk e di pse më ardh këto. Na ka mujt fëmija me shkollë, më ardh vetë në shkollë. Këto nuk guxoj me lënë, më ardh vetë, është shumë e vogël. Përfaqësues të prindërve. Kjo çështje ju kisha lutur të gjithë të mos politizohet, sepse fëmijët tonë janë mbi politikën. Siguria e fëmijëve tonë është mbi fushatën, mbi të gjitha. Nuk jemi dalë këtu as me përkrah kërkan, as me dëmtu kërkan. Jemi dalë për pakënaqësinë që po na i kanosët rreziku fëmijëve tonë.
për këta jemi dalë për sigurinë e fëmijëve tanë. Ju lutem, mos e politizani, nuk jemi dalë për çështje politike. Me përkrah ose me dëmtu dikon. Kishtë qenë mirë edhe me popa edhe distancën që kalon përmi 2 kilometra, edhe rrugën edhe gjendjen e rrugës që është, ajo është çdo ditë fëmia i ekspozohet rrezikut, çdo ditë.